Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka tariqahum wa iqtada bihadihim ila yawmiddin. Falenderojmë Allahun subhanahu wa taala për mirësitë e shumta me të cilat na begaton dhe dërgojmë salavate dhe selame mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij fisnik dhe mbi gjithë ata që e pasojnë rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të ndershëm, vazhdojmë me ligjëratën e radhës prej ligjëratave që i mbajnë të mërkurave pas namazit të akşamit. Sot do të vazhdojmë për shenjat e mëdha të kiametit. E përmendëm tek ligjërata e parë, e cila ishte si hyrje, domethënë shenjat e mëdha të kiametit, se prej tyre është edhe dalja e Mehdiut. Më thonë një udhëheqës musliman i cili do t'jesë prej pasardhësve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe i cili do të udhëheqë drejt. Thamë fillim se do më thonë Mehdiu nuk i plotson gjitha kushtet e shenjave të mëdha, sepse nuk është diçka e jashtëzakonshme. Thamë se shenjat e mëdha dallojnë prej të voglave se janë të jashtëzakonshme, diçka do më thonë që nuk është normale, nuk është diçka që e shohin njerëzit, për dallim prej të voglave. Më thonë, gjitha të voglat janë gjëra normale, mirë po të stërzmadhuar apo që kanë deviju njerëzit apo kështu me radhë. Më thonë, nuk janë diçka jashtëzakonisht që dalin prej ligjeve të kësaj natyre. Edhe Imam Mehdiu, do më thonë, është njerë, është prej pasardhësve të pejgamberit alayhis salam, është njerë i thjesht, nuk ka asnjë tipar, do më thonë, të jashtëzakonshëm, thjesht do t'jetë një njeri i cili do t'jetë i udhëzuar dhe do të gjykojë drejt, do t'i udhëheqë muslimanët drejt. Pra nga ky kënd nuk e plotson njërin kusht prej shenjave të mëdha të kiametit. Mirë po të qenurit e tij do të del pak para kiametit, do më thonë, ka njëna anë ju ngjan shenjave të mëdha të kiametit. Sepse kur do të del ai pas një kohe do të zbresë edhe Isa alayhis salam. Ai do t'i udhëheqë namaz ndërsa Isa do të lidhet pas tij. Do më thonë fillon koha e shenjave të mëdha të kiametit. Do të del Dejjali e kështu me radhë. Thot Ibn Kathiri rahimahullah në librin e tij An-Nihaye, që flet do me thonë për shkatrimin e botës, për kiametin dhe për shenjat që e paraprin atë, thot Ibn Kathiri rahimahullah, në kohën e Mehdiut do të ketë shumë fruta. Me thonë do të ketë pasuri, Allah do të lëshojë bereqet, do të bjerë shi, do të ketë thjesht bereqet, do më thonë. O sultan kahir, fuqia do t'ju takoj muslimanu, o din kaim, do më thonë feja do t'jetë e ngritur, o l'khajru fi e jamihi daim, dhe do t'jetë ditët që do t'udheq, ai do t'jetë ditë të khajrit, do më thonë do t'jetë udheqësi e khajrit. Emri dhe cilësit e tij. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithe që janë transmetuar prej tij të vërteta, do të thonë se ismuhu kasmi wasmu abihi kasmi abi. Do të thonë thot pejgamberi alayhis salam, emri i tij është sikurse emri im, do të thonë Muhammed. Dhe emri i babait të tij është sikurse emri i babait tim, do të thonë i biri i Abdullahut. I biri i Abdullahut. Dhe do t'jetë prej fëmijëve të Hasenit, radiallahu anhu, birit të Aliut. Kjo është tek ehlusuneti, do më thonë ehlusuneti e ka këtë mendim, në bazë të haditheve të sakta që janë transmetuar. Ndërsa tek Shiat është ndryshe, dhe ne tërhoqëm një vërejtje, do më thonë se për njerëzve që më shumë t'i e përmendin dhe e trumpetojnë çështjen e Mehdiut janë Shiat, apo? Sepse sipas tyre imami i 12 që ka Mehdiu, edhe është biri prej pasardhësve të Husejnit, biri Hasan el-Askeri, do më thonë imami i 11 sipas tyre. Mirë po këtë bir babai i tij e pas ka shtyr me një shpellë, edhe ai ka mbet gjallë, do më thonë do të jetë gjallë me mira vjet deri në ditën e kiametit. Të janë pallavra, do më thonë bestitni. Do ta shohim ne edhe për haditheve tjera se nuk është aty, do më thonë vendi i daljes, pejgamberi alayhis salam nuk e ka caktuar në atë vend ku mendojnë këta të devijuar se do të del. Më thonë, po edhe emrin që këta ja kanë vënu, Muhammed ibn Hasan el-Askeri, nuk është emër i transmetuar në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.
Aq më shumë nuk do të jetojë ai me mira vjet, do të thonë po do të udhëheq një kohë të shkurtë, siç do ta përmendim. Vendi i daljes së tij, në bazë të haditheve të vërteta, do të thonë që janë transmetuar prej pejgamberit alayhis salam, ai do të del prej lindjes. Më thonë ka Afganistani, tutje, Allahu alem, do të thonë lindja e botës islamike. Do të thonë ka Afganistani ose pak më tutje, nuk është më rëndësi. Kryesorja lindja e botës islame. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Yaktatilu inda kanzikum thalatha." Do të luftojnë, do të thonë, për pasurinë tuaj tre grupe. Kulluhum ibn Khalife, të tre grupet udhëheqen nga një djalë i një udhëheci, do të thonë një halifës. Do thonë grupet e muslimanëve. Thumma la yasiru ila wahidin minhum. Pastaj thot asnjëri prej këtyre nuk do të mund të arrijë fitore. Pastaj, duke qenë kjo fitnë, do të thonë mesin e muslimanëve, do të dalin flamujt e zi nga lindja. Do thonë flamujt e zi prej lindjes. Dhe thot kur do ta shihni këtë, thot jep jani besën për udhëheqësi. Do thonë zgjidheni për khalife, sepse ai është Mehdiu. Sepse ai është Mehdiu. Këtë hadith e transmeton Ibn Majah. Po ashtu edhe Hakimi, i cili ka thonë se është sahih, do të thonë i sakt, dhe të njëjtën gjë e kanë thonë Dhahabiu, Ibn Kathiri dhe Sheikh Albani. Do të thonë ky hadith është sahih. Ibn Kathiri thot qëllimi për këtë, do të thonë për këtë është se do të del prej lindjes, min biladil mashrik, do të thonë që tregon ky hadith, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot min kibalil mashrik, prej anës së lindjes. La min Sirdab Samurra, e jo prej një shpelle në qytetin Samurra apo Samara, që është, do të thonë, më duket në Irak është ky qytet. Do të thonë Samara është në Irakun e sotit. Thot Ibn Kathiri, do të thonë, pra atëherë thot nuk do të del prej këtu, siç besojnë shiat, siç është besimi i tyre, se po s'ka hyrë me një shpellë dhe do të del prej shpellë. Jo, po do të jetë në lindje atje, do të thonë do të luftoj, edhe pastaj prej atje do të vijë me ushtrinë e tij. Dhe flamujt e tij do të jenë zi, siç ka qenë flamuri i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi alayhis salam flamurin që e ka përdorur në luftë ka qenë i zi, flamur i zi. Thot Ibn Kathiri, po ashtu thot, dhe ai do të ndihmohet prej njerëzve të lindjes. Tham, do të thonë ka Afganistani ose prafërsisht do të thonë atje i bjen, të cilët do t'i ndihmojnë dhe do t'jenë ushtria e tij. Thot qëllimi është me sqaru se ai do të del prej lindjes, mirë po besatimi prej muslimanëve në përgjithësi do të bëhet në Kabe, në Mekë. Do thonë pra atje do të vjen në Mekë, në Mekë do t'ju bëhet e qartë muslimanëve se me të vërtetë ky është Mehdiu dhe do t'ja japin besën. Pastaj autori i këtij librit i përmend hadithe, do të thonë, të cilët e vërtetojnë këtë gjë. Thot kanë ardhur hadithe të shumta sahih, do të thonë të vërteta që e vërtetojnë këtë gjë. Njëri prej tyre është hadithi që transmetohet nga Ebu Said el-Khudriu radhiyallahu anhu, se pejgamberi alayhis salam ka thonë, do të del në fund të umetit tim, do të thonë pak para kiametit, el-Mehdi, Mehdiu. Yuskihi Allahu al-Gaith. Allahu do të lëshoj shi, më thonë do të lëshoj bereqet në kohën e tij. Wa tukhriju al-ardu nabataha, dhe toka do t'i nxjerr, do të thonë të mirat e saj. Allahu alem, ndoshta kjo do të jetë në kohën kur siç e kemi përmendur, do të thonë tek hadithet e vogla, do të thonë tek shenjat e vogla, tek hadithet që flasin për shenjat e vogla të kiametit, se para kiametit gadishulli arabik do të kthehet në gjelbrim dhe në lumej. Nuk është habi që kjo të ndodhë, do të thonë pak para dhe gjatë kohës kur do të del Mehdiu. O ju ta almal, do të thonë do të kesë pasuri, do të përhapet pasuria, do të kemë pasuri njerëzit.
do të shtohet umeti, je ish seban au themanjen, dhe ky, do më thonë Mehdiu, pasi që e merr udhëhecin, do të jetojë edhe 7 ose 8 vjet. Po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë hadith, të cilin e transmeton Hakimi dhe thot se është sahih. Njëjtën gjë e thot edhe Dhahabiu dhe Sheikh Albani. Do të thonë ky hadith është sahih. Hadith tjetër, po ashtu nga Ebu Said el-Khudriu radiallahu anhu, thot pejgamberi alayhis salam, ubashirukum bil Mahdi, ju përgëzoj se do të vijë Mehdiu. Ju ba'athu ala ikhtilafin nas wa zalazil. Do të vinë kohën kur muslimanët do të jenë përçar dhe do të ketë shumë, do të shtohen tërmetet. Do të vinë këtë kohë, do të thonë në kohë fitnesh, trazirash dhe tërmetesh, kur nuk do të jetë gjendja e umetit si duhet, Allah subhanahu wa taala do ta bjerë atë që ta përforcojë, do të thonë umetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Thot pejgamberi alayhis salam pastaj thot: "Wa yamla Allahu quluba ummati Muhammedin gina." Thot dhe Allahu do t'i mbush zemrat e umetit pejgamberit alayhis salam me pasuri. Do të thonë edhe do të ketë bereqet, por edhe muslimanët do të jenë devotshëm dhe do të jenë të kënaqur me atë që do t'ju jepet. Thot pastaj Mehdiu do t'i pyes njerëzit, a ka dikush nevojë ende, do të thonë, a ka dikush ende që është i nevojshëm për pasuri. Dhe nuk do të çohet asnjëri, do të thonë gjithë kanë, edhe plus janë të kënaqur me atë që e kanë. Thot vetëm një njeri do të ngritet dhe do të thojë unë. Mehdiu do të urdhërojë që t'ia sjellin, do të thonë çka tregon kjo, do të jetë i drejtë në udhëheci. Kush ka nevojë për umetit do t'i jep, do t'i ndihmoj. Pasi që urdhëron Mehdiu që t'ia sjellin pasurinë atij, ky sikur i bie pishmonit, thot të mjaftohen edhe unë me atë që e kam. Më thonë edhe ky ka qenë njeri i devotshëm. Pastaj thot, leje se kam une, nuk jam pa hiç. Më thonë kam une, elhamdulillah. Mehdiu do t'i thot jo, mere sepse ne nuk e kthejmë prap atë që e kemi dhonë. Atë që e kemi bërë një ta japim, do më thonë nuk e kthejmë prap. Krejt kjo tregon se, më thonë kjo meselja e Mehdiut është sahih. Dhe tham, ata prej mendimtarëve të shekujve, do të thonë 2 shekujve të fundit apo 1 shekulli të fundit, që janë munduar ta mohojnë daljen e Mehdiut, janë gabimtar. Edhe nëse e kanë pas një jetë të mirë që t'i kundërshtojnë shijat, sepse shijat sipas tyre teprojnë dhe e vërtetë është. Më thonë e vërtetë është se shijat e ngritin Mehdiun në pozitën e Allahut subhanahu wa taala. Thonë është i pagabueshëm me din gajbin, më thonë ato kanë besime kufri për të. Mirë po kjo nuk duhet na shtyj neve që t'i mohojmë hadithet e pejgamberit alayhis salam. Shijat po ashtu kanë besime kufri për Aliun radiallahu anhu. Mirë po gjithë umeti e pejgamberit alayhis salam nuk e mohon vlerën e Aliut. Ne ju themi ju keni devijuar, këto besime që i keni janë kufër. Mirë po ashtu Aliu radiallahu anhu është njeri i drejtë, është halife, është, do të thonë, njeri i cili e meriton respektin dhe dashurinë e muslimanëve. Po ashtu edhe familja e pejgamberit alayhis salam, edhe pse këta kanë devijuar, do të thonë ehlusuneti nuk i kanë sharë, nuk kanë shkuar në ekstremin e kundërt. Do të thonë ehlusuneti mbahet për argumente, nuk shkon pas epshit. Pa marr parasysh se dikush e ka tepruar në atë mesele apo jo. Po ashtu edhe për zbritjen e Isaut alayhis salam. Mas shumti që e bëjnë këtë mohabet janë krishterët. Mirë po ehlusuneti nuk e mohon zbritjen e Isaut pse krishterët kanë devijuar meselen e Isaut. Se nuk është zgjidhje kjo. Hadithet e pejgamberit alayhis salam e vërtetojnë këtë gjë. Andaj nuk kundërshtohet siç thot Ibn Taymija e kota me të kotën. Bidati nuk kundërshtohet me një bidat tjetër. Po bidati kundërshtohet me sunetin, me të vërtetën, me të saktën. Kjo është metodologjia e vërtetë. Krishterët thonë do të zbrisë djali i Zotit, ne thojmë jo, do të zbritë Isau si njeri i thjesht. Do të udhëheqë me sunetin e pejgamberit alayhis salam. Madje nuk do të dalë prijes namaz. Do të falet pas Mehdiut, do të thonë tregojë se ai ka ardhur si një njeri i thjesht, jo si pejgamber. Sepse pas Muhamedit alayhis salam nuk ka pejgamber. Pejgamberlloku Isaut është kryer deri në momentin kur e ka ngrit Allahu subhanahu wa taala në qiell. Në momentin kur do të vi para kiametit, do të vi për ta vrarë Dejjalin dhe si njeri i thjesht, edhe si argument kundër krishterëve. Do t'i thej kryqet e krishterëve.
Edhe Mehdiu do t'i luftoj shiat. Do t'i luftoj edhe pse ata pretendojnë se e duan. Mirë po, nuk e pranon. Aliu radiallahu anhu, kur i kanë thonë ti, disa prej tyre dhe me thonë, kur i kanë thonë ti e Zot, i ka vra ata. Ka thonë si jam unë Zot, va ka kundërshtu. Po ashtu Aliu radiallahu anhu vet ka thonë, kush më vjen mu dhe më thotë se jam më i mirë se Abu Bekri dhe Omeri, do ta kam gjikosi. Sepse kjo është shpifje. Aliu e ka thonë këtë fjalë. Më thonë i ka kundërshtu këtë devimet. Njëjtën gjë do ta bëj Mehdiu, njëjtën gjë do ta bëj Isa alayhis salam. Dhe ne për shkak devimit shijave ka kjo on të Mehdiu dhe për shkak devimit të krishterëve tek Isa, ne nuk i mohojmë këta dy njerëz, po ne ja japim pozitën që e meriton. Më thonë do të jetë një njeri thjesht, Allah do ta ndihmoj, do ta bëjë, the që s'kaç. Nuk është as i pagabueshëm, nuk është as që e din të fshehtën, nuk është njeri që jeton me 1000 vjet, siç besojnë shijat që ka hyrë shpellë. Këtë këto janë domethënë pallavra. Mirë po, ka ana tjetër, po ashtu hadithet që vërtetojnë se do të delë si njeri thjesht janë të sakta. Hadith tjetër transmetohet nga vet Aliu radiallahu anhu, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, Mehdiu është prej neve, familjes pejgamberit alayhis salam. Yuslihuhu Allahu fi lejle. Më thonë pejgamberi alayhis salam e ka thonë këtë fjalë, Mehdiu është prej pasardhësve të mi dhe Allah do ta përmirësoj gjendjen e tij në një natë. Dhe më thonë, mbrenda një nate do ta kuptoj se Allahu e ka zgjedhur atë të jetë Mehdiu. Do të jetë një njeri i thjesht. Mirë po mbrenda një nate Allahu do ta frymëzoj që të vijë në Mekë dhe ta kërkoj, do më thonë, që ta kërkoj besatimin e njerëzve të tjerë. Dhe kuptohet, duhet t'i plotësoj gjitha kushtet tjera, ta ketë emrin e vetë si emri i pejgamberit alayhis salam dhe emrin e babait tij si emri i babait pejgamberit alayhis salam, edhe disa kushte tjera që i kanë përmendur dietarët. Po ashtu transmetohet përsëri nga Ebu Sejid el-Khudri radiallahu anhu se pejgamberi alayhis salam ka thënë, kur do të del Mehdiu, yemla ul-ard qistan wa adla, do ta mbush tokën me drejtësi dhe me sundim të drejtë. Sikurse ishte e mbushur para atij me zullum dhe me padrejtësi. Yemliku sab'a sinin, dhe do të udhëheq 7 vjet. Më thonë, udhëheqësia e tij do të jetë 7 vjet. Ky dietar këtu i ka përmendur parafërsisht 8 hadithe të sakta si shembuj, do më thonë se të gjitha këto hadithe që flasin për të janë të vërteta, andaj ata që e kanë mohuar kanë bërë gabim. Këto hadithe janë në librat bazë të ehlusunetit, janë Musnedin e Imam Ahmedit, janë të Ebu Davudi, janë të Tirmidhiu, janë të Ibn Maxhe, do më thonë janë të Hakimi, i transmetojnë këto dietar të ehlusunetit. Dhe prej dietarëve muhadithëve që i kanë bërë sahih është Ibn Kathiri, është Dhahabiu, është Sheikh Albani, është Ahmed Shakiri dhe shumë dietar të tjerë. Me thonë këto janë sahih padyshim. Hadithet janë sahih padyshim. Mirë po për shkak të kohës, do me thonë nuk do t'i përmendim të gjitha. Edhe në disa sahihet, do me thonë Buhariun dhe Muslimin, përmendet Mehdiu, jo me emër si Mehdi, më thonë emri nuk përmendet në dy sahihet, mirë po përmenden krejt cilësit tjera. Transmetohet nga Ebu Hurajra te Buhariu, pejgamberi alayhis salam ka thonë, si do të jeni ju kur do të zbres Isau biri i Merjemës dhe imami do të jetë prej jush. Më thonë Isau do të zbres kurse imam namaz do të jetë njëri prej muslimanëve. Ky hadith në Buhari është argument edhe për zbritjen e Isaut alayhis salam, edhe për daljen e Mehdiut i cili do t'i udhëhecë si imam namaz. Po ashtu transmetohet nga Xhabiri, dhe ky hadith është e Muslimi. Thot pejgamberi alayhis salam, la tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna 'ala al-haq dhahirina ila yawm al-qiyamah. Do të vazhdoj, thot, një grup prej umetit tim luftëtar në të vërtetën, do të luftoj non stop në të vërtetën deri në ditën e gjykimit. Pastaj thot feyenzilu Isa ibn Maryam. Dhe kështu do më thonë këtë grupin luftarak që do të jetë prej umetit pejgamberit alayhis salam, grupin e mujahidëve, do të zbresë Isa alayhis salam, feyekul emiruhum, dhe do të thoj imami i tyre, udhëheci i tyre, emiri i tyre, do t'i thoj Isaut, bujrum, dilti imam namaz. Isau nuk do të pranoj
dhe do të thoj inna ba'dakum ala ba'din umara. Jo, ju jeni emir të njëri tjetrit. Do të thonë, kështu e ka caktuar Allahu subhanahu wa taala që ummeti Muhamedit alayhis salam të jenë udhëheqës të njëri tjetrit. Takrumetullahi hadhil umma. Dhe kjo është nder për Allahut për këtë ummet. Dhe Isa alayhis salam do të lidhet pas imamit të muslimanëve, pas udhëheqësit. Ky hadith është në Muslim dhe i ka gjitha, do të thonë, krejt teksti i përshtatet haditheve që janë transmetuar tjera sakta për Mehdiun. Po ashtu transmetohet e njëjta gjë nga Xhabiri radiallahu anhu në dy sahihet, do të thonë. Dhe gjitha këto hadithet vërteta tregojnë për dy gjëra. Do të thonë se kur do të zbresë Isa alayhis salam, muslimanët do të jenë të organizuar rreth një imamit. Do ta kenë një imam. Dhe se ky imam, do të thonë, do të jetë i hajrit, se do t'i udhëheq namaz. Do të thonë, do të jetë imam i hajrit. Krejt, do të thonë, këto cilësi tregojnë për Mehdiun. Do të thonë, janë cilësi që janë përputhen me cilësimin e Mehdiut në hadithe tjera, që nuk janë Buhari dhe Muslim, edhe pse janë të sakta, do të thonë. Vetëm se nuk përmendet emri Mehdi, mirë po kjo nuk e dëmton asgjë, sepse mos përmendja e një pjesë të hadithit nuk do me thonë se është mohim i haditheve tjera që e përmendin. Se hadithet tjera shtojnë diçka. Për shembull, nëse unë e them se në këtë mezhlisin ton kanë qenë 15 vëllezër, 30 vëllezër, 50 vëllezër, s'është më rëndësi. Mirë po nuk e përmendi me emrën, as me emër, do me thonë, nuk thom as ka qenë Ebu Derda, as ka qenë Mustafa, as ka qenë dikush tjetër, s'përmendi kërkon. Edhe vjen dikush tjetër thot Muhamedi ka qenë mezhlis, ose ka qenë Mustafa, ka qenë ai tjetri. Fjala e tij e kundërshton fjalën time? Jo, se kundërshton, se unë e lash të përgjithshme çështje, nuk përmenda asgjë. Po thash se çështu. E ai tash e pru një informat plus shtesë. Ai plus e përmendi një emër, e dha një informat shtesë. Kjo nuk e kundërshton informatën teme, po thjesht e shton, do me thonë informatën. Krejt kjo tregon se do me thonë nuk ka dyshim. Hadithet që flasin për daljen e Mehdiut nuk ka dyshim në to. Madje janë, si thot, do me thonë autori këtij librit, e kanë arritur gradën e tewatur. Do më thonë mutawatir. Mutawatir është hadithi i gradës më të lartë. Kur arrin këtë grad nuk ka dyshim, do më thonë se është i saktë. Madje disa prej dietarëve kanë dyshuar në besimin e atij i cili e mohon këtë lloj të haditheve, do më thonë hadithet mutawatir. Nëse dikush i mohon, do më thonë dyshimi i atij është në pikpyetje besimi i tij. Pse? Sepse është transmetuar nga rrugë të shumta, nga sahabë të shumtë, do më thonë nga njerëz shumtë. Vetëm, do me thonë, Shaukani që e përmendën, dietari madh, Shaukani, më thonë me siguri keni dëgjuar shumica për jush, Shaukani thot vetëm unë i kom hasur 50 hadithe. Më thonë, ai që i ka hasur 50 hadithe që flasin për këtë mesele. Andaj të vije dikush edhe ti mohoj 50 hadithe kështu, pse i kujtohet atij, valla, besimi i tij është problem, se ne po themi ka thënë Resulullah. Ti ku me ditë se si arsyeton atë mohimin tënd? Nuk pranohet arsyeja, Allah. Se po e mohon, po e kundërshton fjalën e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Andaj është problem, do me thonë, ai i cili e mohon një gjë të tillë. Dhe tham, keni kujdes, kjo nuk do me thonë se ne pajtohemi me devimet që janë bërë tek ai. Jo, i kundërshtojmë devimet që janë bërë, do me thonë, në çështjen e tij. Dhe ka dietar të cilët kanë shkruar libra të veçantë për këtë, siç është Hafidh Ibn Kathiri, Hafidh Ebul Hasan al-Abiri, Muhammed el-Barzanji, do me thonë, prej dietarëve të ndej, Muhammed el-Sefarini, prej dietarëve të vjetër, Shaukani, do me thonë, prej dietarëve që e kam përmendur, prej këtyre më të rive, Siddiq Hasan Khani, do me thonë, rahimahullah, i cili është prej dietarëve të mëdhej të Ehlus Sunnetit, po ashtu. Dhe gjithë këta e thonë të njëjtën fjalë, hadithet e Mehdiut janë mutawatir. Më thonë kanë arrit gradën më të lartë, do më thonë
të saktësisë. Po ashtu ka shkruar edhe Sujuti, Hafidh es-Sujuti, i cili po ashtu është prej dietarëve të mëdhej. Po ashtu prej dietarëve të mëdhëbit Hanefi, do të thonë dietarëve të mëdhej në mëdhëbin Hanefi, Mula Ali el-Qari. Më thonë në mëdhëbin Hanefi kjo është prej më të mëdhejve. Edhe ky e ka shkruar për të. Po ashtu Mar'i ibn Yusuf el-Hanbali dhe Shaukani dhe Siddiq Hasan Khan, të cilët i përmendëm më herët. Tash ky dietar ka hyrë në detaje, do të thonë në kundërshtimin e atyre të cilët e mohojnë çështjen e Mehdiut, dhe i ka kundërshtuar detajisht gjitha dyshimet që i kanë sjell ata, i ka kundërshtuar. Dhe thot se prej ulemave të vjetër askush nuk e ka bërë një gjë të tillë, përveç Ibn Khaldunit, rahimahullah, i cili nuk ka qenë prej dietarëve të mëdhenj në hadith. Me thonë, me gjithat respektin që e ka, Ibn Khalduni në hadith nuk ka qenë shumë i dalluar. Edhe thuhet se në kohën e tij ka pas problem çështje politike, do të thonë mes ehlusunetit dhe shijave, dhe kjo çështje ka qenë problematike shumë. Andaj për ta mbyll derën e këtyre gjërave ka shkuar natë që ti mohoj, faktikisht jo ti mohoj, po të thoj se hadithet janë daif. Mirë, po kjo arsyetim është i dobët. Njëjtën gjë e kanë bërë edhe disa më të mëvonshëm, sepse për fat keq ka shejtani i shfrytëzon. Dalin disa sharlatan thotë unë jam Mehdiu. Dalin, do të thonë njerëz që i mashtron shejtani. Mirë, po tash nuk do të themi nëse hadithet janë të dobta vetëm se ndonjë ignorantit apo idiotit ju ka kujtuar dhe mendon se është Mehdiu. Kjo nuk është argument për t'i mohuar hadithet. Themi ti nuk je Mehdiu, ama nuk e mohojmë daljen e Mehdiut. Del dikush për shembull që i përngjaj Isaut alayhis salam, i lëshon flokët e gjata dhe thotë unë jam Isau. Ai mund të thosë gjithë ditën se është Isau, mirë, po kjo nuk i pranohet. E para dhe e dyta, dalja e tij dhe fitnia e tij nuk ka argument që ne ta mohojmë Isaun alayhis salam apo zbritjen e Isaut alayhis salatu wassalam. Në pika të shkurtra kjo është, do të thonë s'kan argument tjetër. Argumenti i tyre i parë është kin se hadithet janë daif, kjo s'është argument, do të thonë kjo fjalë që pranohet se do të kesh argument për t'i bërë daif. Do të thonë këtë muhadithat e mëdhej, të vjetër dhe tashëm plus e përmendëm se është edhe në Buharin Muslim kanë thonë se është sahih. Andaj kjo fjalë që pranohet. Argumenti i dytë është puna e fitnave, se kjo mesele edhe kjo nuk është argument. Sepse keqpërdorimi një meseleje nuk është argument që ne ta mohojmë atë mesele. Do të thonë, nëse ndonjë dushman i muslimanëve për shembull ka një mjekër, njësoj si të muslimanëve, kjo nuk ka argument që ne ta kundërshtojmë mjekrën, ta hekim mjekrën ose të mohojmë se është suneti i pejgamberit alayhis salam. Jo. Pa marrë parasysh se edhe ndonjë qafiri më i madh ka pas mjekër. Më thonë, kjo nuk është argument tek njerëzit e mençur dhe nuk përmendet prej argumenteve askund, do më thonë në librat e mantikut që i thonë gjuhën arabe apo në librat e argumentimeve logjike, nuk është argument. Më thonë, asesi nuk është argument. Kjo është sa i përket në pikat shkurtra, do më thonë daljes së Imam Mehdiut. Do të udhëheq me drejtësi në kohën e tij, do të shfaqet Dejjalli, pasi shfaqet Dejjalli, në kohën e tij po ashtu do të zbresë Isa alayhis salam dhe do ta vras Dejjallin dhe Mehdiu pas kësaj 7 vjet, më thonë prej kur del deri kur des 7 vjet dhe kaq. Kjo është puna e Mehdiut. Nuk është as super njeri, nuk ka asgjë hyjnore, nuk e din të fshehtën, nuk e kontrollon gjithësinë. Më thonë siç besojnë shijat e devijuara kështu me radhë. Më thonë është njerë.